Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar pas vendimit të Sirisë për të njohur pavarësinë e Kosovës, duke cilësuar të pritshëm për shkak të ndikimit të madh të Turqisë në Damask. Ai gjithashtu e ka krahasuar këtë situatë me njohjen e Kosovës nga Sudani, duke sugjeruar se disa shtete janë duke vepruar sipas urdhrave të fuqive rajonale. Është e qartë se kur vjen dikush në pushtet që është në ndikimin e madh të një prej vendeve kryesore në rajon, sikurse është Turqia, kjo edhe pritej, ka theksuar presidenti serb, teksa dhe ka lartësuar figurën e ish diktatorit sirian Bashar al-Assad, i cili për dekada i ka thënë jo njohjes së pavarësisë Kosovës. Në Siri ata marrin urdhër dhe veprojnë. Është vështirë të ruhet pavarësia në vendimarrje, sikurse në kohën e Asadit, ka theksuar Vučić. Ndryshe në bazë të deklaratave zyrtare pas vendimit, njohja reciproke midis Kosovës dhe Sirisë ka ardhur si rezultati ndërmjetësimit të Arabisë Saudite, një prej fuqive më me ndikim në lindjen e mesme, në mbështetjen e drejtpërdrejtë të Turqisë.